Tash Betim u tha dhe këtë që nuk ish dosht, ndështëta me u bloku zgjedhja e kryeparlamentarit në mënyrë që me u konstitu kuvendi edhe me nis me rrjedha fote dhe me u formu qeveria, po megjithatë deri tash sa e dim lëvizjave të vendosje që i ka 48 deputet, i ka ndoshta të sigurta për shkak të deklarimeve të tyre votat edhe të 8 deputetëve të tjerë. Pak më herët u raportua që edhe deputetja bosnjake Duda Balje tha se ka pasur një takim me kryeministrin Kurti dhe mund ta votoj ndoshta edhe kryeparlamentarin po edhe qeverinë Kurti. Mirë, po deri tash megjithatë janë diskutabile votat e deputetit egjiptian Vetëm Berisha dhe gjithashtu vota e deputetit Goran Adem Hoxha dhe me këta deputet aktualisht lëvizjave të vendosje ose shumica parlamentare, nëse mundemi me quajt shumicë, i ka dikon 57 deputet, që do me thonë i duhen me patjetër votat e së paku të nismës socialdemokrate, me që është folur deri tash që ka pasur takime me kryetarin e nismës, por nuk është konfirmu. Atëherë me votat e deputetëve të nismës socialdemokrate që janë 3 krejt, lëvizjave të vendosje mundet edhe me zgjedh kryeparlamentarin me 61 vota, po edhe me votu qeverinë, po që kish me qenë një qeveri me vota në kufi. Kështu që, po megjithatë deri nesër nuk dihet, por mendoj që ndoshta mundet me u shfrytëzu pak edhe zgjedhja e kryeparlamentarit në mënyrë që me ble kohë për me i siguru edhe votat për kryeministrin edhe për formimin e qeverisë.